Dhe tani, Enkel Demi, Greta Togani dhe Glen Laknori sjellin Kape Renën. Po prapë na afrosh, po jo më nuk ka mundësi më se ne ngele këtu klub e Femiko në shtëpi. Greta po si je sot, wow. Kemi parë fara në televizor, kjo fare. Vetëm Flavion ka kamera. Ora çe ke ato orar 7:08 ke? 7:08. 6:05 hapun televizorin. Pse s'del më? I kishte bër tag Flavios. Folëm neve javën se ka të tag neve. Ne që ngritëm podin aty, jo fare. Ne fare. Ne rretheve. Ma Flavios po. Jeti rrojtur Flavio. Këtë Egi e shpjegova në momentin që ishim duke bërë makinë me 2 timon para 2 ditësh. Qetësi. Tash nëse ka diçka të cilën ne duan në këtë jetë më shumë se timat, është një dramë e panevojshme. Kështu që patjetër s'do t'ju bëja tag. Domethënë metafora është e paguptueshme, por drama e panevojshme është përballë saj, me siguri, mos prek me dorë. Jo, bim dakord për kodin e emisionit. Mos prek me dorë. Kemi një kod etik. Jam shumë i ndjeshëm. Aq më tepër që kemi nisur Kape Renën edhe për këtë të enjte. Më në fund. Episodi 5 sezoni 2, ë? Sa shpejt ecën valla. Po, mërbur, po. Kokën me çanin. Dhe kjo është një program që prodhohet nga Club FM me mbështetjen e nuk flasëm. Mundsuar nga Fondacioni Shoqëria për Shqipërinë e hapur apo Shoqëria e hapur për Shqipërinë. Ti vazhdon në spiun ke faktoje? Vazhdoj. Rëndësishme është të marrësh rrogën dhe se në frega un pi thjesht me lekë çon rrogën në shtëpi vlla. Ky program diqet drejt për drejt në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë. Përshëndesim edhe Vjosën me Dugin. Por ndërkohë nëpërmjet aplikacionit tonë Radio Club FM mund ta dëgjosh ku të duash. Për shembull ka qenë një dëgjues i Kape Renës ku do thuash ti? Në Köln. Po. Ku e gjeta më burr? Në Kolonjë. Në Kolonjë, por. E gjeti nga kënga e Agron Berishës. Patjetër. Në Kolonjë të Kölnit. Por ka qenë edhe një dëgjues tjetër në Trinidad Tobago. Çfarë fleti? Trinidad Tobago. Po, në Çad. Kanë dhe futboll të mirë. Po. Super produksion. Faleminderit për aplikacionin. Çfarë të themi më shumë? Faleminderit Diella. Dje, sot është ente, dje mërkurën erdhi kryetari i Bashkisë së New Yorkut. U takuar me kryeministin dhe kishte kërkuar të takonte diellën. I referojmë se ka lajmit të gishta dhe ai? Mbase mund të ketë. Ai ka rënë nga fiku, nuk do jetë më kryetar bashkie, megjithatë tha do vendosim linjën e drejt për drejt Tiranë-New York. Edhe ishte 9 orë gjys deri në 10 orë. Kaq që tani vetëm s'është me 2 tranzite. Do bëhet direkt. Nuk është deri në Korçë do jetë Tiranë-New York. Tashi lali nga Tirana në New York, shkosh me linë direkte, na fal po. Me që jemi tek pozicion në aeroportet për këtë çështje. Me që jemi te lajmet e vërteta, na u shpërndaj thashë themi që Roza Lati ishte nda me Jonathanin. Jo, më burri do të besoj. Jo, s'besoj. Jonathani ka mbiemrin Islami. Po, Rosa Islami. Po. Por vet moderatorja ka nxjerrë një foto që ata janë dorë për dorë, nuk janë ndarë. Domethënë prandaj Kape Renën. Lasi Kape Renën, thashë themi. Fotoja është bërë te vijat e bardha. Kape Renën edhe për Billsat. Po vijat e bardha janë të ndërprera. Ja shpjegoj. Aty ku e ke shtëpinë ti vlla nuk ka fare vijat bardha. Aty ku e ka mund shtëpinë, nuk ka vijat bardha, ka pentagram. Unë kam te liceu, e kuptoni domethënë. Down ta artistët. Prandaj është 5000 euro aty ku e ka mund lagjën. Yes. Kemi vijat bardha, kemi pentagram. Në një rend keni mësuar ndonjë gjë domethënë që nuk e dim këto kohë. Dhe na e ka bërë Lali para se të binte brenda. A më le tash pas ka dhe tjetër siklet zoti. Ka rënë cilësia jetës tani ç'është kjo punë. E ke pa Bashkinë e Tiranës si është Katandis apo? Forca Lal. Ku je o Flor? Hajde Flori. Bushe. Hajde fjeri me 6 vende. Startoni këtë emision se do ta nisim me një lajm fantastik sepse kohët e fundit në media po flitet gjerësisht për një projekt ligj që ka të bëjë me barazinë gjinore. Ke parasysh? Zë me Florin 3 për më flyrm. Gerta. Pa mor flym. Dhe thelbi i sherrit është se në projekt ligjin e pretenduar nuk do të ketë më dy gjini. Pra burr dhe grua. Por është futur fjala gjithëpërfshirëse. Edhe jashtë. Jep një shembull. E cila do të na çojë në një numër gjinisht pafundme.
Fjala vjen varet si ndjehet egi sot, si ndjehesh ti? Akvarium. Edhe unë identifikohem si një delfin. Një delfin, domethënë. Po ti Akil. Prindi 3. Wow! E ti e di kush është prindi 3 apo jo? Ti. Gjyshi prindi 3. Gjysh Demi. Po, pra, o gjysho ku e lambarin. Më se si do ndroj kënga. O prindi 3 ku e lambarin. O prindi 3 moj. Shumë e rrallë. Ku vete e kështu? Megjithatë ky është një diskutim tjetër, Patjetër, herë tjetër do merrem me këtë punë, por do thellojmë në të ardhmen e afërt patjetër. Por cilët janë ata që po e frymëzojnë këtë ndryshim thelbësor? Po hëpramo. Se kjo është shumë e rëndësishme. Deri tani në televizor kanë dalë me shpatë përfaqësues të komunitetit LGBTQ+. Dhe jo vetëm. Disa shoqata, disa zonja e kështu me radhë. Dhe Albana Osmani. Po, jo, ajo ka dalë të kundërt. Se gjithmonë në një sistem ka pro dhe kundër. Edhe në tema ka pro dhe kundër. Por një nga rrjetet më të ndjekur në Shqipëri, joq. Po, joq. Përshëndesim joqin. Akronimi i cili do të thotë jeta është qef. Po, edhe ato bëjnë goxha punë, jo për reklam, po është e vërtetë. Pretendon se ky projekt ligj është mbështetur nga Soros. Ky janë media kombëtare apo? Nuk e di. Nuk e di mira jo Mitsak, nuk e di mira jo Mitsak. Nuk e di. Ai është i trend. Faleminderit. Ai është i trend. Është shumë interesante se këta të Sorosit thonë që as kanë mbështet gjë, as janë marrë me këtë projekt ligjin. Vërtet? Dhe puna po shkon akoma më keq, sepse Gjeni Karaj, 1 2 3. Po që jemi në normalitet. Po pra. Jemi në drejtuese e komunitetit thotës në një intervistë në Euronews Albania se nuk ka parë në jetën e saj kryq leku nga Sorosi. Po kryq leku. Ata dëgjojnë pak të Gjeni Karajn tek një intervistë i ka dhënë për gazetaren anglo-shqiptare, Alice Taylor, in Albania. Euronews Albania. Regjia. Alice, you know, one of the funniest thing is that the LGBT movement in Albania has never taken money from Soros. And I always tell, you know, that we have always been targeted as Soros financed, as bringing the agenda of Soros in Albania. Well, actually, if you see, and everyone can go check, everything is transparent. Everyone can see that SPAC has never, Soros has never been giving money to the LGBTI. Yes. Ja, pra kjo ishte, ajo e thot vetë, si s'ka pa kryq leku nga Sorosi, madje, domethënë këta nuk kanë dhënë para, domethënë. Por te joqi është Sorosi që frymëzon, domethënë. Si ta bëjmë? Kjo që sapo tha Gjeni, është paragraf se ti merresh me dërsi, apo është thjesht dy fjali? Është përgjigje. Është përgjigje, nuk është ai citoi një paragraf atë. Nuk ishte pikë fjalia, këtu e ke fjalën, por ka kohë që nuk duhet më. Çfarë vendi kanë radikalet e lirë në jetën tënde? Nuk e di këtë gjë sepse është pyetje shumë e vështirë, por do pyes emisionin Trupi dhe Shëndeti. Më pëlqen. Për hir të së vërtetës kur Soros nuk ka dhënë para në Shqipëri në mbështetje të këtij komuniteti apo për ndryshimin e një projekt ligji. Është rren. Kjo puna e prindit 1 apo prindit 2 mund të ketë një tjetër prind 3, po kushdo qoftë, ky nuk është Sorosi. Sa prindër pas kanë qenë? Ti japim Cezarit atë që i takon Cezarit. Ti japim Sorosit atë i takon Cezarit. Ma pëlqeu. Lutem. Shumë. Madje ti japim Egit atë që i takon Gretës. Ti japim Gretës atë që i takon Ronit e kështu me radhë. Po pra, themin e shef rushin e piqit Dardha më të fikut. Shumë është kjo punë. Jashtëzakonisht bukur. Po kur thoni dhe jo. Si thoni që të bëjmë atë quizin tani? Po pse duhet bëjmë quiz? Con molto piacere. Sepse dikush aty jashtë, një nga rena kapsit e javës, është duke pritur dhuratën për këtë javë. Dhe kësaj here, po Rena Kaps, Rena Kaps, sot Rena Kaps. Rena Kaps, do të thënë. Sikur të ishte të gjithë Rena Kaps. Kjo ishte e smershme, zotin Demi, nuk të shpresë të fiziologjisht, ndodh gjithë. Më ndjeni, po a mund të prindëve me numra? Duke për gjëra të bukura, kemi dhurata të reja gjatë kësaj jave, një dhuratë nga Rivaldi dhe bileca Cineplex. Bileta çift për parë shfaqje të bukura në telefonit. Thuaj. Se e di përmendsh. Po ti e di përmendsh? Po patjetër, do të them. 069 20 70 222 +383 4955 1144 nëse na drejtoni nga Kosova. Dhe çfarë do ndodh? Unë dhe Egi do të lexojmë dy variante të njëjtit lajm. Njëri prej tyre është i rrem dhe ju duhet gjeni cili prej ne të dyve po gënjen. Është procedurë. Zë kryetare, për procedurë sot do jo vetëm. Episodi 5, imagjinojmë. E di cili është arsyeja që na ndjekin ne?
Greta Vera. Sigurisht Po pse për ty do Po ne më merra burrën. Ma largohu më burr. Ne më merra burrën më burr. Ose janë këto dhuratat që po presin të fitojnë. Në zemër shijo bukurinë tënde, kaq mbaro filmi. Okej, mirëpafshim. Edhe Kelti shijo pamjen. Po unë çfarë të bëj? Ti shif atë që ke përballë. Kamerën kam. Njerëzit, publikun e dashur. Po. Po pa. Jepi Greta. Një lutem me dashur. Mirëmëngjes. Dyshimet për udhëtimet e NASA-s jashtë botës son. Kanë lindur së bashku me tentativat e para të njeriut për të prekur hapësirën. Së fundmi, një postim në Facebook tregon një Facebook, ashtu është fakt. Tregon një kolazh me 2 pamje të së njëjtës sken shkëmbore. Me limon, jo me uthull. Tequila apo? Me lajm. Kakacola. Jo janë gjëra meshkush. Fotoja nuk është as më shumë as më pak, por shkretëtira e Wadi Rum në jug të Jordanisë, e cila shpesh quhet Mars on Earth. Pra Marsi në tokë. Edhe për faktin që atje që nga xhiruar në vitin 2015 filmi The Martian. Ato që është 24 orë. Ose NASA ka përtuar të shkojë deri në planetin Mars dhe të na nxjerrë foto origjinale, ose thjesht mashtron dhe nuk ka qenë kurrë në Mars, diçka që unë personalisht nuk është se do ta besoja me vërtetën. Po ky është varianti im. Ndërkohë që Egi ka një tjetër. Po lutem mos jep opinionin tënd sepse na shkatrove emisionin Greta. Po ja, më keni. Mos harroni që jemi duke luajtur për një orë nga Rivaldi Watches. Një bijou, jo orë. Atë po na shkatrove fare. E ç'është e vërtetë? Bileta për Cineplex. Jepi. Dyshimet për udhëtimet e NASA-s. Bukur, kush se shef? Dyshimet për udhëtimet e NASA-s jashtë botës son kanë lindur së bashku me tentativat e para të njeriut për të prekur hapësirën. Shkojnë ashtu. Së fundmi, një postim në Facebook tregon një kolazh me 2 pamje të së njëjtës sken shkëmbore. Shikoj, nuk përgjigj çifte, kështu që mund të bëni çfarë doni. Unë do vazhdoj udhëtimin tim. Faleminderit, po sapo na ndërpreve. Unë jam si breshka, nuk kthehem mbrapa. Fotoja nuk është as më shumë dhe as më pak, por shkretëtira e Wadi Rum në jug të Jordanisë. Ndoshta kareta po. Shpesh quhet Mars on Earth. Domethënë Marsi në tokë. Edhe për faktin që atje është xhiruar në vitin 2015 filmi nuk jam hetero në sytë. Por faktoja i ka futur një të kontrolluar arkiveve të NASA-s, të cilat ofrojnë ofrojnë edhe të papërpunuara të planetit të kuq, por nuk ka publikuar kurrë pamjet e tokës që sikur që nga ato të Marsit. Pyetja është shumë e thjeshtë, kush është duke gënjur? Greta apo Toka? Apo Egi. Ndërkohë NASA, Toka dhe gjithë teoritë e tjera janë në dyshim. Mos haro që në hën nuk ka zbritur robi. Është sken e xhiruar nga Stanley Kubrick. Është shumë e vërtetë. Tani këtë. Në ambientet e kinostudios Shqipëria e Re. Po ka qenë e vjetër atëherë. Në atë kohë, në kohën e Shokut Veri nuk vinin dot ta verifikonin. Kupton apo jo? Sa vite ke punuar në kinostudion atëherë? Un kam punuar 12 vjet të fundit. Allah. Në moshë. Prandaj, mos harroni ta shkruani gjithmonë në 069 20 70 222 dhe në +383 49 55 144 nëse na drejtoheni nga Kosova. Bravo. Dhe si thoni për një lajm tjetër të rrem. Okej. Fushën po e lë surprizë. Si që kemi me rrena sa të? E mirë shumë. Qa kella manera top tira që pa lënza. Po pse ka ky popull të gjë, domethënë nuk e kuptoj as. Le buri dhe domethënë ku janë marrë një shqiptarët me rrena? Ku janë marrë një shqiptarët me korrupsion? Ku janë marrë një shqiptarët me thashë theme? A ka mundsi se më flas? Kur janë marrë një shqiptarët me vrasje? Kur janë marrë? Kur na thoni më valla? Mos shikoni media valla se ngatrojnë njerëzit. Lutem tash vjen keq buri dhe. Vjen keq ulu. Edhe në lan nuk derdhen ujërat zeza, nuk derdhen, me vetëm të bardha. Pusho! Ashtu dhe. Në krah të 2 ministrave, ajo e brendshme dhe ai drejtësisë, kryeministri Edi Rama, për më shumë se ne ke çpuar që fut dorën apo? Se ke ide një se teknik. Okej. Ka ndonjë problem? Ka ndonjë problem? Nuk është akoma e prindit dytë. Ne në Vlorë flasim me një dorë. Fute në xhepin e sheshte, por dora të zuri në kofshën e kryeministri Edi Rama. Kjo ishte shumë e tmerrshme. Ti thika leva gjithmonë ban me vete, e thyen dyer kudo e sto vjen rënd. Po jam qefu burë, intën jam qef. Jo, shumë mirë. Dikur isha bërkura me qef, tani jam të intën. Atëre, me që jeni qef pa filluar ti Greta. Le se i kam këto. Ka problem, po ta dini që një këngë nga Massimo Ranieri. Perdere amore
Nesër do jem në teatr Archimboldi me Massimo Jerin. Do çoj foto dhe video. 84 vjeç është fanci më i ri. 74, vashi çikti. Po, janë organizuar gjithë si azile pleq, domethënë. Ka vashti me motor java ose më zë 250. Zoti Gjysh, nuk janë këto batuta për të bërë. Respekte. Isha duke folur për kryeministrin, është e filmuar që ju më keni ndërprerë ndërkohë që unë thoja Edi Rama. Kërkojmë shumë ndjesë për ministrit. Kryeministri Edi Rama. Për më shumë se 2 orë na bëri me dije nismën mbi ndryshimet për ligjin për planifikimin dhe zhvillimin e territorit. Në mënyrë që të ngordhin ndërtimet pa leje, nga kullat deri tek muret rrethues të shtëpive. E ndonse fjalimi i kryeministrit ishte mjaft i ngjashëm me nismën e marrë 3 vite më parë, pranë shtator të vitit 2022, të ngrënë të goja mjalt. Ereja qëndron tek ndryshimi në ligj se asnjë ankimim administrativ dhe gjyqësor nga subjektet që kanë ndërtuar pa leje nuk do të mund të pezullojë vendimin e autoriteteve të zhvillimit të territorit, pavarësisht se do i drejtohen gjyqësorit. Pik. Jo, domethënë se tha nisma e marr. Është nisma e marr që e ka marr apo e marr se e çmendur? Në të dyja kuptimet qëndron. Në të dyja. Shumë pyetje me vlerë. Masat e parashtruara parashikojnë krijimin e listës së zezë publike të ndërtuesve që shkelin lejet e ndërtimit. Masa ndaj nënpunësve shtetëror që nuk raportojnë apo përfshihen vetë në ndërtime pa leje, si dhe ndërhyrje deri tek muret e avllive të banesave, edhe për çështje estetike. Saksi. Por halli më i madh është që gjykatat na dalin pa vlerë. Pra, qeveria gjykata. Vetë gjykatat vetë arrestojnë dhe vetë gjykojnë. Gjykata që gjykon, trajneri që trajnon. Sipas KM-s ton, ankimimi administrativ dhe gjyqësor nuk e pezullon ekzekutimin e vendimit përfundimtar të autoritetit përgjegjës të zhvillimit të territorit, pasi sipas tij ka patur shumë abuzime në proceset e ankimimit administrativ dhe gjyqësor. Me një fjalë, ti mund të ankohesh tek gjykata, madje mund ta fitosh çështjen, por avllia, ballkoni, çatia, lokali, arbitër, jo, e kati do të prishen. Kush përgjigjet për këtë dëm? Nëse ka të drejtë, me siguri, ai që është lart. Ai është lart? Jo, ai lart fare, po, jo, kryeministri. Çik më poshtë atij që është lart fare. Jo, ai që është lart fare është kryeministri, pra. Janë 3 kate poshtë, është Arban Osman. Jo. E përshëndesim vajzën në fjalë. Patjetër, gjithmonë është hera e disa që përshëndet. Kam dhënë diçka. Ke edhe ti diçka, por përpara se të diçka që e ngacmon. Në kënga Massimo Ranieri. Shiko se do hap arkivin e lutem se nuk ka lezet. Se shkon njeriu dje koncertin e Massimo Ranieri në Archiboldi Teatro në Milano dhe di vetëm i këngë Perdere l'amore. Kapë gafil. Bëri ato që bëjnë të gjithë. Po pra ne unë jam i live-it lere se bëj dhe gabime. Perdere l'amore. Eca ty. Nëse nuk ka rëndësi. Tani është ky lajmi i tretë. Po, jemi gjithë vesh. Radh parë kush po na rre? Po na rren Greta apo Egi? Dhe e gjitha është, si mendoni ju, ka publikuar NASA fotot planetit Mars apo të shkretirës së Jordanisë? Pra 06920702222 dhe plus 33 49 55 11 Luajmë për një bizhu nga Rivaldi Watches dhe bileta në Cineplex. A mund t'i fitojnë sa radhë gjitha këto? Perdere l'amore. Sipas një video që po qarkullon në rrjetet sociale përfshi ato shqipfolse, pretendohet se tregon kryeministrin e Izraelit Netanyahu. I ndodhur Kujdesni me dozedimet e foljeve, aman. Kështu nuk kemi ndeshje, luaj me Serbin. Allah. Do fitojmë ne, edhe ne ishim favorit. Sa do lushti? Unë nuk e di sa do luaj, po ne jemi me e përsit theksuar ndaj atyre. Nuk ka shprehje. Po luaj prap, gjithë nuk ka shprehje në serbisht me ashtu që kemi ne. Ramotër. Nuk ekziston në serbisht. Gjuhë e varfër. Sa i artikulum që duket që ke shkuar lart. Po. Po flasi për Netanyahun. I ndodhur mes një turme protestuesish e kanë rrëzuar dhe e kanë hedhur për tokë. Jo. Por i magjik. Faktoje.
Me Netanyahu. Familja jote. Pra. Me anë të motorit të kërkimit pamor Google Lens gjeti videon origjinale të postuar në X në datën 21 shtator të vitit 2025, që janë 4 numrat e fundit të telefonit tim të interesuar në inbox. Ne patronazhistët, fuksat, gjithë të faktoj. Po pra, edhe të lekshat gjithë. po, jap me këto rriti. Po. Sipas përshkrimit në hebraisht, videon tregon në video tregohet turma e protestuesit që i bllokojnë hyrjen në një event të partisë në pushtet Likud. Deputeti Likud, më fal. Më kujtu grupi Likud. Narkotik, Okej. Dhe deputetit Eli Delal. Jo. Eli Delal. Delal, pra Eli Delal, si e kuptuat? Delal, varet. O Xhelal. Eli Xhelal, pra. Jo, Delal. E pra Delal. Ose Delal. Delal, si dush ti vlla. Personi që ra në videon e mësipërme dhe personeli i policisë i pranishëm atje janë qartë të dukshëm. Nga kjo video është e qartë se personi në video nuk është kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu. Okej. Sipas raportimeve në mediat izraelite në datën 20 shtator u organizua një tubim në Kfar Saba të Izraelit nga partia Likud. Saba pa hën fund, lutem. Kfar Saba. Të Izraelit, më duk si turqisht kjo. Kfar Saba. Edhe mua më duk pak. Nese, nga partia Likud për të festuar vitin e ri hebre. Na le të bëjmë humor valla. Ne le të marrim brogun me humor na burr. Na fal. Na fal xhaxhi. Likud. Likud. Nga partia Likud Atë këngën të donim. Ja sa po marrëm drejt këngës po shkrim. Për të festuar vitin e ri hebre. Hebre. Jashtë sallës antiqeveritare, jashtë sallës aktiviteteve disa parti opozitare dhe organizata antiqeveritare përfshirë të afërm të pengjeve demonstruan lirimin e pengjeve izraelit të mbajtur nga Hamasi. Mrekulli. Atëherë një këngë që t'ja kujtojmë. Liquido, patjetër. Roze per te. Pa kemi dhe l'erba di casa mia. Ora ti tani mos u merr me mua, profesor. Okej, l'erba di casa mia si bën, ha. Po leta shebër. Pak ndoje pak. Po se bruçase la cita. L'erba di casa mia. Wow. Shiko se nuk do ripërsërisim gjë që kemi bërë emisionin para ardhës. Ne jemi unik, kështu që unë mbarova lajmin. Po doni rrim, po doni ikim. Jo, rrim dhe pa. Vazhdojmë një tjetër lajm të rrem, ndërkohë që jemi në super form, sot nuk e di se çfarë po ndodh në jetën tënde, kush ka hyrë, kush ka dalë, por qofti bardhë. Nuk është genti këtu ndoshta. Po, pa kujlilo, më thar buzë. Në rrjetet konspiracioniste po qarkullon pretendimi se një libër i shkruar në vitin 1997 parashikoi vaksinën, inteligjencën artificiale dhe shumë të tjera. Megjithatë, postimi nuk e jep emrin e librit apo autorin profetik, kështu që këta të faktojën natyrisht. Janë futur punës që ta gjejnë vetë. Se vëndsohe kryefjalë faktohe me kelin. Njësoj është. Keli thuj. Pasi gjë mos tashin që të keqë, tash faktohe se vëndsohe me keli më. S'ka asnjë të keqe. Merresh nga gjella me presh, duhet lish tash me miq. Mund të dikush tash për një dëshirë. Me anë të motorit të kërkimit pamor, Google Lens, u gjet video nga shkëputur imazhi që shoqëron pretendimin. Video është një predikim i pastorit J.D. Farag, postuar në llogarinë e tij në YouTube në janar të 2025. Në rregull akil. Në zbardhjen e predikimit të tij, pastori nuk i jep emrin e librit, por vetëm thotë se është shkruar në 1997 dhe ka 502 faqe. 502. Info që si duhet askujt. Ai jep një listë të parashikimeve të pretenduara të librit, ndërto inteligjencë artificiale dhe vaksina të zhvilluara gjenetikisht. Megjithatë, çfarë pastori quan parashikim profetik, në fakt janë parashikime të informuara nga trendet e bioteknologjisë. Çdo revistë shkencore, revisht. Jo, ma futem mu. Po se si gjithë shkencarë që hajde. Pra Likuidi shkencore. Çdo revistë shkencore, analist investimesh, agjenci grantesh, konferenca të shoqatave profesionale, kompani farmaceutike, pajisje shmekësore dhe kompani diagnostikuese parashikon dhe investon në zhvillimin e këtyre teknologjia. Fjala vjen. Rrjetet e para neurale, baza për atë që quajmë inteligjencë artificiale, ka nisur të zhvillojnë qysh në vitet 50-60 të shekullit të kaluar. Këto koncepte dhe ide, më kujtua paralelizmi që bënte Umberto Eco me të rejat mes 2 shekujve të fundit, 2 shekuj më parë. Vërtet nuk ka ndodhur asgjë re, po nuk e prisja të ishte as Umberto AI. Eco. Rumi është autor apo pije? 1 kilogram pambuk apo 1 kilogram hekur?
Orhan, fol. Doktori apo Flori? Ma pëlqen. Ç'a bëhet Allah, pas ke marrë lekën. Apo jo? Jo, apo tjetër. O zemra, bëj çat kesh në Jo, ishte zemër. për balancë. Për balancë. Si mendoni juve, a ka publikuar NASA fotot planetit Mars apo shkretirës Jordane? Na e shkruani juve se kush po na rren. 069 Greta apo Egli? +33 495 1144. Dhe me zë të lartë themi që po luajmë për një bizhu nga Rivali Watches dhe pa dyshim për bileta në Cineplex. Bravo. Më mirë se kaq nuk ka ku. Ka dhe filma të bukur tani. Ka goxha filma të bukur. Po më shaj fjalë të këtyre gjërave se po pyes edhe Keli para pak a keni dëgjuar ndonjë gënjeshtër ndonjë gjë. Unë gënjeshtër fare gjatë kësaj jave, përveç gjithë tyre që po trajtojmë, po kam lexuar një poezi që do doja ta ndaja me ju. Është shumë e shkurtër. Shumë e shkurtër. Do dëgjojmë poezinë, jepi. Po, duhet ta them, ishte 12:08 e mesnatët, pas mesnatë, pra. Kur e ke lexuar ti? Para se Kur e ti të lexova, zjarret. kur dikush e kishte publikuar në Facebook, Zoti Spartak Ngjela, e përshëndes. Aha. Jepja dhe syze. Ka qenë adoleshent antropaus. Jepja dhe syze. O moj dashuri e mirë, që më vjen dhe s'më gëzon. Nuk e di sepse ke ardhur dhe kaq shumë po më lëndon. Kemi humbur që të dy për t'i bën sikur s'kupton. Okay. Jo, nuk e kisha vëre se si mbyllej. Po si mbyllej? Ai nuk flet me fjalë pistat, lutem. Jo, asnjëherë, nuk ka si fjalë. Tani mbylljen e intereson. Jo, thjesht mendova që nuk ishte e përshtatshme për këtë program. Ne Kaperrinë pra është një poezi e papërfunduar. Neve meshkujve na intereson fundi gjithmonë. Po. Qoftë edhe i shpejt. Një këngë me një fund ose një fustan. Okej, marrim frym. Bëjmë një ndërprerje të shkurtër. Nuk e kuptova kjo poezia ç'a lidhje kishte. Ku dëgjova, e mori gjithë qef lale. Ose si duket, për ai që ka dhënë lek vetëm për fjalën e parë. Mos i tregon të gjitha, mos i tregon të gjitha. Vjen me sponsor personal, me siguri. Mi kalon mu si them. Ora me Kleringe kishte këtë poezi? Kaperrenën me Kelin, Gretën dhe Egin, çdo të njëjtë, nga ora 16 deri në 17 në Radio Club FM Shqipëri dhe Kosovë. Kaperrenën është një prodhim i Radios Club FM me mbështetjen e Faktoje, mundësuar nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. I kthehemi. Pa dyshim, jemi gjithmonë me Kaperrenën. Ky program prodhohet nga Club FM, mbështetur nga Faktoje dhe mundësuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Jemi të dëgjueshëm drejt për drejt, jo vetëm Club FM Shqipëri, por njëkohësisht edhe në Club FM Kosovë dhe kudo në përbot. Tutto me aplikacionin ton. Bukur dhe është momenti i hit paradit. Rose në Top 5 Kaperrenën. Për këtë javë, Rena numër 5. Një video që ka marrë mirë pëlqime në Instagram tregon një dhi. Po pse të pëlqime është like fjala? Është internacionale. Po pse ta themi like? Po ç'është kjo pëlqime? Do ta filloj nga para se është si mund të ma bëja këtë? Është hit parade. Doja të ndihmoj. Imagjino kur të zbuloj nëse ke dhe vendin e parë kësaj jave. Do marroj kjo emision. Me një dhi, kupton? Është me një dhi që ka hipur mbi telat e energjisë që varen mbi një rrugë të populluar. Mbi shkrimi i videos pretendon se ajo është xhiruar në kamëz. Kamë, po ku ka tela kamza? Si s'ka tela, vetëm tela ka. Gënjeni, mashtrusa. Tani çka ka ndodhur me anë të motorit të kërkimit pa marr Google Lens, Keli gjeti se video është shpërndar. Faktoje. Atë ke. Mbaj. Që kjo video është shpërndar masivisht në rrjet në gjuhë të ndryshme. Për shembull, tabloidi britanik Daily Mail ka raportuar në prill se kjo video është xhiruar në Brazil. Punon akoma në Daily Mail part-time? Në muaj shkurt, një tjetër dhi në Madrid miq u shpëtua nga zjarfiksit pasi qëndronte në pragun e një dritare në katin e 5 të një pallati. Pra kemi të bëjmë me montazh. Pra do me thënë një dhi në Spanjë, një në Brazil, një në Kamës, dhe që ka montazh. Po, ka pas një kope. Dhia në Spanjë është në dritare, në Kamës si për telave të elektrikut. Okej. Thuaj dhin me 2 l. Dhin me 2 l? Po si dhin me 2? Me 2 l. Dhli. Ja. Fli. Dhli. Li. Përshëndetje. Me gjatë të kalem atej. Patjetër. Rena numër 4.
Dikur Papa Francesku gjatë ditubimi ka mbajtur në qafë një kryq me ngjyra të ylberit. Ore ti shumë i referohesh ti, po nuk jeton më kë. E di më. Gjithmonë fund lajm ti këtë. Çfarë bëjmë? Ai jeton në zemrën tonë. Ishin ata që pretendonin se Papa mbante në qafë një kryq që simbolizon komunitetin LGBTQ+. Wow. Faktoje. Ti. Unë bëri verifikim nëpërmjet mjeteve të verifikimit të fotove ku rezulton se imazhi në fakt i përket tetorit vitit 2019. Tetori. Kur ishte Mamori. Është nëntori ai më. Po farja më burri. Për tu marr ka herë. Po jepi për emision për hir të vërtetës. Hajde më bëjmë çiku mort, ta shembull profesion. Në artikujt e publikuar asaj kohe thuhet se kryqi shumë ngjyrës që ati i shenjtë mban qafë. Shumë ngjyrës. Ju dhurua si një suvenir simbolik gjatë vizitës tij në Panama dhe festimeve ditës botërore të rinis. Qet merrem. Kemi kohë. Ah, dakor. Sipas shpjegimit të organizatorëve të eventit, e gjelbra përfaqëson rajonin e Meksikës dhe Amerikën Qendrore. Se një paret ka dhe balada, nuk Po ka edhe vetëm te dance. flamuri Verdha portokalli përfaqëson rajonin e Karajibeve. Portokallia është dhe kështu, është dhe Club FM. E kuqja përfaqëson rajonin e Andeve. E jo më këtë. Po e ka. Wow. Po. Bluja për rajonin e Kepit Jugor, pra ngjyrat janë me ekosistemet që shoqëron Amerika Latine, xhungët, vulkane, plazhe dhe det. E kuptove apo jo? Na dërbuti zën rap, ciu klëk. Kemi probleme këta ty të berit. E ka marrë gjitha ngjyrat. Po i kanë përveç se kanë marrë gjitha ngjyrat, llogaritë sa shok kemi me emrin Ylber. Ja të bëj një kalkulim dhe do t'ja u kthej përgjigjen. 72%. Jo. Po grupin Rainbow, e dëgjon më ti? Ua, Ronnie James Dio, be. Të lutem, po Ylberin e kanë marrë? Richie Blackmore. Okej. Rose per te. Rena numër 3. Që kam unë. M'falni, zërrava ime. Kërkoj shumë ndjes. Patjetër. Çfarë stacioni do të zbresësh ti? Unë në stacionin e fundit të Selitës. Sipas Newsport. .com. Portal lajmeve. Qofse do kështu domethënë. Po, News Report. Po e tham Newsport. Po. Nuk e mbani fare humorin, po përpara e kamerë. Report. Ja po ta lexoj. Jo, unë ta mbajt humorin. Jo ti më shpirt. Po jo ti më u shofa ton sy. Ja, i djeg. Pëlqen modeli flokëve i Gretës? Po, absolutisht. Po ti lëshoj. I kam më bukur. Sipas News Report. Wow. .com. Pretendohet se rrudhat rreth syve. Po, ka dhe emër shqip ato, por ç'na duhet shqip unë fundit. Rreth syve reduktohen ndjeshëm vetëm me përdorimin e të bardhës së vezës. Kupton apo jo? Sot pas nevojë që të bardhë vezës. Sa shumë ndiqni të Luciano Bardhin dhe Jume. Po. Unë ndjek vërtet. Edhe unë ndjek, bravo. Në pak rreshta. E ndjek aq shumë sa i thot Luçi i shkurt. Ai pra sa i prek këtu. Luçi Bardhi. Cano. Duhet ta ftojmë mirë, është simpatik. Patjetër. Në pak rreshta portali zbulon edhe formulën e aplikimit duke e shoqëruar madje me foto dhe tregon se si trajtimi rinon lëkurën për të paktën 5 vite nga ky moment. 5 years old. Kjo këshill siç vjen urdhroni zonjësh? Okej. Kjo këshill siç vjen falas nuk përmend asnjë studim shkencor apo qoftë një mjek dermatolog që ta sugjerojë përdorimin e një formule të tillë si efektive në mirëmbajtjen e lëkurës. Mrekulli. Ashtu dhe. Në këtë këshill ka pjesërisht një të vërtetë. E bardha e vezës tendos lehtë lëkurën për shkak të nivelit të lartë të proteinës dhe ujit që përmban. E vërtetë është. Por i magjik. Burime serioze mjekësore, si për shembull, healthline.com thonë se përdorimi i vezës së pagatuar në fytyrë mund të shkaktojë infektimin me bakterin e rrezikshëm të salmonelës. Dhe mund të sjellë reaksione alergjike të lëkurës, irritime, si dhe infeksionet që mund të ndodhin nëse lëkura ka të çarë të vogla apo dëmtime të tjera në zonën ku bëhet aplikimi. Mos e vendos të bardhën e vezës kudo. Aplikimi jo te Albania, po flasim për fytyrën. Po. APP, domethënë, ti e ke përdorur ndonjëherë këtë bardhën e vezës? Kam përshtypjen se po. Si e ndar domethënë? Çfarë thot Luciano për këtë? Pa salmonel. Jo, kam një pyetje që është shumë serioze, domethënë pavarësisht se këta mund të marrin Do përpiqem të përgjigjem. Po mbasi përdorët bardhën e vezës, ku e çove? E hengra. Flokët mas. Asgjë nuk shpërdorohet. Ose omlet. Kush po na rren për Jordanin? Jordanin. Dhe NASA-n, kush po na rren? Për dhe Marsin. A ka publikuar NASA foto të planetit Mars apo të Jordanis? Egi apo Greta? Ndërkohë vazhdojmë me Hit Parade? Patjetër. Dikush është në vend të dytë. Rena numër 2. Se di, lexoni, ju jeni aktor teksi. Një faqe në Instagram e quajtur Zara Boxes ALB.
Pretendon se kompania në fjalë po dhuron kuti me tesha. Asa mirë me që shqiptar Tesha. Dallon që nga i marr akili. Nuk vazhdonit. O sa mirë më kapuc, çanta, tesha. Këto kanë qenë në magazin për më shumë se një vit për të liruar vendin për koleksionin e ri. Dhe fton lexuesit të aplikojnë për të marrë dhurata. Postimi shoqërohet me një fotografi të saj që duket si një magazin e kompanisë Zara dhe pakove të shumta të hapura në mënyrë të çrregullt, të gatshme për të marrë nga dikush që do të pranoj ftesën për të klikuar. S'pendë apo. Butonin apliko tani në faqe. Është zezore për ty sot. Jo, jam duke i shkruar dëgjuesve. Okej, drejt. Tani çfarë ndodh? Nëse klikohet mbi emrin e faqes së Instagramit se nëpërmjet këtij lajmi duhet të verifikoj të brendshme sot gati që ka lidhje me figurat e duket pak e zymt, duket pak e zymt. Ndoshta jam e rritur shumë. Nuk hapet, pra nëse klikon te ky lajm nuk hapet fare profili i Zara Boxes Albania. Nga një kërkim me motorin e kërkimit pamor Google Lens, faktoje pra Kelly gjeti se ky imazh të cilin Roni po e vendos mjeshtërisht. Jo, Roni mund ta vendos të poshtë. Nuk ka. A ka mundësi mos përmendesh emrin se reklam? Nuk ka ndonjë njoftim që përmend se firma është duke dhuruar mallra, sepse nuk ka plasur peshku ende. Peshku. E kuptoj, çfarë shpreh. Mbretresha e liçenit ton. Krapi? I artificialit është prit se ka kjo rroba. Ja, do ta kujtoj edhe dashu. Se e kam gjujt vet. Dashamir? Ja, krap. Ja. Po jema krap është, po do ta them u prit një sekond. Karas. Është i vogli i krapit. Karas ka shumë. Karas është i vogli i krapit. Bëhet dhe i madh, mos ki merak, bëhet i alamet karasin. Jam poshtë krapi. Me mosh. Për shembull, i vogli i levrekut është qafër. Vogli nënës. Qafër. Është 300 gram poshtë quhet qafër. Po është marka levrek. Pastaj lart është levrek. Marka levrek. Kaq do flasë për peshën e siem shkatana, hoqja mendje. I vogli kocës? Kocaqi mërbur. Po le të zbresim në Parga. Kocaqi. Rena numër 1. Po pse? Pse ai? Pse ai gjithmonë vetin e parë? Ai është personalitet. Nuk e di pse në ekranit, vjen keq. Tregoja kur jemi krevat dopjo bashkë si e bëjmë të paretin e parë, se gjithmonë mua mbi. Tregoja edhe Gretës. E më lërë tani domethënë. Thuaj se ka interesi këtu në mes, duhet ta pranojmë, por gjithsesi jep Egi. Le të jemi serioz tash, se është vendi i parë. Rrini të qetë o njerëz. Unë thash rrini serios. Po shqyr më bësh se si ishim deri tani si siklet. Nëse relaksoni. Keanu Reeves nuk është martuar ende. Goca ka shpresë. Greta, më thash javën e kaluar që isha shumë e lumtur. Po, edhe për shkak të javës kaluar ky bëri lajmi për ditën e sotme. Po se bë faktoja. Po si e bën faktoja? Ajo kishte hallë u martua, si e ka emrin ky? Keanu Reeves. Se vishin emër do të më të vështirë se ka i domethënë çlirim. Keanu Reeves. Çlirim më shumë i vështirë. Janë ortodoks. Përshëndesim çlirin Denajn. E përshëndesim. Një foto që e tregon atë me pamjen e një dhëndri në krah me bashkëtuesen e tij, Alexandra Grant, ka bërë xhiro në botës si provë një martese sekrete. Në fakt. E vërteta është se nuk është celebruar asnjë martesë. Vetë zonja Grant e ka sqaruar këtë tollovi në rrjetet sociale, duke thënë se çifti ka bërë këtë foto për shaka. Madje me ironi ka shkruar mirë thash. Ja, pak lumturi e vërtet. Për të nënvizuar dallimin mes së vërtetës dhe jetës digjitale. Pra Greta Thunberg në një farë mënyrë, ose jo këtë, mos e humbisni shpresën, sepse Keanu Reeves është ende i pamartuar. Ndërsa ka vetëm një është ende i pamartuar. Prisni. Okej, se ndërpritet. Vazhdo, çojë në vendin e parë. Jo, thjesht ti vë pikën për ju, unë kam qartë lajmin. Unë e prodhoj lajmin. Unë jam lajmi. Okej. Ndërsa ka vetëm problem të vogël që është tek të 60-ta, dhe natën shkon vetëm 2 herë në nevojtore. Nevojtor shqip. Ai do shqip apo jo? Po ja bëre teksin me konotacion gabum. Ta kam thonë. Ti domethënë këto 60 vjeçarat për shkakun si ke domethënë. Mos Greta. Ti si Keanu Reeves? Ka mundësi domethënë. Shikoj herë nga ne të dy. 64 vjeçarat. Më shef babi këtë. Po Keanu keni pa kurecën është sigurisht bicikletës, ka një kështu. Është vetë është nga ai. Po pse ka këtë me kështu domethënë si prodhim sere.
e kuptova. Jo asaj domethënë. Jo. E të mëshme, po ai merrte me tron, si Kozbadushi. Po bësh filma plak që ti vret 2 miliard veta. Po, dhe nuk ke një kërvishtje. Ty të shkarkoj se na ka një kërvishtje, vetëm një kërvishtje ka. Domethënë një dhe nuk i ndodh asgjë plak. Dhe nuk bën një herë kështu shumë që u lodh më, se bëri 200 metra shkallët më në Philadelphia. Bravo, të tërë, i bravo. Mirë, pse ato do të shohësh ti? Ato do të shohësh. Se provoj dot zemra. Do të shohë s'ka të bëj tani. Atëherë le ti kthehemi kuicit ton, sepse në fund fare kemi bërë dhe investime, kemi sigël për kuicin dhe me siguri do gjejmë edhe të vërtetën. Të lutem mesazh të lexosh, duhet të fillojnë me urime për emisionin. Absolutisht. Kështu janë gjithmonë. Kuici Kape Renën. Greta, tani çfarë ndodh me kuicin ton? Të lutem. Me kuicin ndodh që ne e rikujtojmë pakës, duke rikujtuar edhe variantet, miliona mesazhe. Okej, në rregull. Më shumë mesazhe se turist. E kuptoj. E më imagjinon dot. Varianti im për kuicin është roze perte. Dyshimet për udhëtimet e NASA jashtë botës. Jashtë botës sonë kanë lindur së bashku me tentativat e para të njeriut për të prekur hapësirën. Të përdor kënati. Magazin. Se për ti mbjell nuk ja vlen. Që kur lexova. A nuk përdorin boj këpucësh burra? Urën me triharqe, ke parasysh ai me karrocë që çon kokën e alipazhës, e lyen mjekrën me këna. Po pra me këna, ke super. Ti ke mjekur, unë s'kam. Unë po them lart. Po sa flokët më ke. Po them lesh në gjoksit, po them kokën. Dhe vazhdoj të pyes, mos i mbjell se nuk mban aty. Dëndësi, domethënë. Po kemi hanë shkretirës në Jordani, domethënë. Po pra sepse çfarë ka ndodhur së fundmi, një postim që është bërë në Facebook tregon një kolazh me 2 pamje të së njëjtës sken shkëmbore. Fotoja nuk është as më shumë as më pak, por shkretëtira e Wadi Rum në jug të Jordanisë. Zebekeli 3 rama prim. Gerta. Shpesh quhet Mars on Earth. Po mos e sa kur 2 baterin. Dhe për faktin se aty është xhiruar në 2015 dhe filmi The Martian. Pra, ose NASA ka përtuar të shkojë deri në planetin Mars dhe të nxjerrë një foto më origjinale, ose thjesht po mashtron dhe nuk ka qenë kurrë në Mars, dhe unë kështu mendoj, NASA mashtron. Bruno Mars the? Bie fjala. Jo, planeti. Planeti dhe luftëtarja e Marsit. Ke një varianti? Po sigurisht po. Indeed. Po. Veveos. Ja ke bërë pa të ndërpres. Indeed është Veveos. Sigurisht, po. Los vemos. Dyshimet për udhëtimet e NASA-s jashtë botës sonë kanë lindur së bashku me tentativat e para të njeriut për të prekur hapësirën. E kuptova. Së fundmi, një postim në Facebook tregon një kolazh me 2 pamje të së njëjtës sken shkëmbore. Wow. Si janë për të dhënë prava ndark. Po. Fotoja nuk është as më shumë as më pak, por shkretëtira e Wadi Rum në jug të Jordanisë. Çfarë zëri që e cila shpesh quhet Mars on Earth. Marsi në tokë. Dhe për faktin që atje është xhiruar në vitin 2015 filmi The Martian. Por faktoje ose ti konkretisht i ka futur një të kontrolluar arkivave të NASA-s, të cilat ofrojnë edhe të papërpunuara të planetit të kuq, por nuk ka publikuar kurrë pamje të tokës, që sikur qenë kanë ato të Marsit. Të lumë të goja. Gjirokastër u dha bashi. Ishe i mrekullueshëm edhe pse unë mendoj se gjen, domethënë përgjithësi. Kjo është tjetër gjë, këtë e verifikon publiku. Opinionet e tua nuk duhet i shprehim, sidomos tani që loja është bërë shumë e ashpër se jemi duke luajtur për një bijou nga Rivaldi Watches dhe bileta në Cineplex. Dhe për këtë minutë të mbetur, nëse dikush do shkruaj nga Kosova, numri është +33 49551144, por kemi mjaftueshëm mesazhe me të drejtën. Kemi mjaftueshëm mesazhe edhe në 069 20 70 222 dhe mos harroni edhe një herë tjetër ta filloni mesazhin ashtu siç duhet. Urime për emision. Qëndron. Në fakt na ka ardhur një e ngjashme, thotë thjesht është ky emision është akoma më i bukur se makinë me 2 timon. Shumë e çuditshme. Në fantazinë Greta. Ka mendim në vet, ka mendim në vet. Kë ke përballti? Kë shef përball? Çfarë? Eci më tej. Atëherë janë një moment. Keni fituar. Sa më tani mos e bëj gjithmonë, ja një moment të lutem. Vajza i gjen e bëj muhabet jashtë orarit punës. Po. Ja, ashtu gjë. Faleminderit. Gjë më bëj. Jo. Po jo, lu a shpin në këtë po them se e keq kupton vlla. Po jo, pra kush e keq kupton? Po se sigurisht keq kupton. Ke boj gjosh, ke boj, ke ly, a ke pas punë. Ose ai ke bë biletat. Po se pastaj duhet sikur po bëjmë banalitet që sot rime ne plak. Ai ke bë biletat e Cineplex. Je rregull vlla.
Pra. Kur them unë hyp mbrapa, është për motorin, që do hyp mbrapa. Kur them unë hyp ke kurrizim. Po. Të ndërpryem në fakt. Jo, nuk është fare problem, sepse dhe kësaj here audienca jon ka qenë shumë serioze. Po tjetër. Si nuk na ka përkëdhelur askush kësaj here, asnjë mesazh. Ja, domethënë çka konotacioni, ha e thot, si nuk na ka përkëdhel. Tash si duhet ta marrin njerëzit. Ta marrin kështu. Jo, pas po flasim për këtë burr. Jo, pra si mesazhet që shkojnë klubit të mëngjesit. Po njerëzit se kiç kupton. Duhet të sërën. Po njerëzit që nga shumë të qartë e kanë gjetur gjithë që Greta ka gënyer person. Mos Greta me këtë pafajsi që ka në syrin e fuzullit. Kështu është kur i lë vendin e parë Egit gjithmonë. Dhe atëherë kush ishte fituesi? Fituesi është Florian, Florian, sikur më qenë vaj vegetal. Si më ose emër boje. Po lyej me Florian për shembull. Florian, po. Florian me 497 është telefoni i tij. Mund të parashitet çdo të njëjtën në redaksin e Club FM, po të lutem tash se ka fituar. Ka fituar, po është momenti. Rose per te. Te njëjtën tjetër. L'amore stasera. Kape Renën është një prodhim i radios Club FM me mbështetjen e Faktoje, mundësuar nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.